kalon identifikimin e fenomeneve të tilla në Shqipëri kanë dalë në dritë. Dihet që deri tani Blinkeni, Sorosi dhe tjerë kanë bërë gjithë përkrajen e kësaj veprimtarie të këtij individi për ta shfrytzuar atë në interesat e tyre financiare si Sorosi ose edhe më gjerë. Prandaj dihet që Rama edhe sot paguan me miliona dollar për të ruajtur imazhin e tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vetëm në zgjedhjet që u bën në maj të këtij viti, nga elementët më kryesor të shtypit lirë amerikan, thuaj që veprimtaria e kësaj qeverie narkoshtetit kishte bërë të mundur mos publikimin e artikujve që kritikonin Shqipërinë dhe në miliona e miliona dollar. Domethënë, prandaj e thashë që jemi realiteti gjithmonë është më i dukshëm. Për administratën dihet që çfarë përfaqëson Edi Rama. Sigurisht është një moment që në Shqipëri ku tranzicioni nuk lejohet për arsye të krimit të organizuar dhe bashkëpunimin që ka me qeverinë, do të përputhen të gjitha interesat dhe momentet saktuara për të bërë të mundur këtë ndryshim. Prandaj